letërsia shqiptare që shkruhet sot vazhdon të jetë jashtëzakonisht sentimentale. Mendoj që ka një lloj rrekjeje për të qenë politika. Nuk e di realisht sa ja del. Tani janë duke u përpunuar shumë trauma të viteve 90, gjë që është gjë e mirë, sidomos sa i takon backgroundit familjar dhe temës së zhvendosjes në qytet të shumë prej autorëve të rinj të cilët shkruajnë. Dhe duke qenë se së fundmi kjo është një temë e cila po diskutohet shumë edhe online, i ka dhënë zemër autorëve të rinj që të shkruajnë për këtë traumë familjare, që pastaj reflektohet në shkrimet e tyre, diçka që është shumë e mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Për mua kjo është një pjesë e së shkuarës që po përpunohet. Pastaj vijon të mbetet relativisht nostalgjike për ato që janë autor, kjo është për ata që janë autorët e mirë në gjykimin tim gjithmonë. Pastaj për ata që nuk janë autorët shumë të mirë në gjykimin tim, kjo qasje ndaj teknologjisë ka bërë që ata të përpiqen të bëjnë një letërsi që është globale, gjë që mua nuk më pëlqen. Të nisësh me idenë që unë do shkruaj një histori që nuk ka rëndësi, është lexohet nga lexuesi në Tiranë apo lexohet nga lexuesi në Londër, për mua është gabim. Sepse unë i ri shprehjes së famshme të Hemingway që njeriu duhet shkruaj për atë që njeh. Dhe pastaj tutto il mondo paese, në sensin që një letërsi e mirë rezonon pavarësisht. Mbase në kjo qasje ndaj teknologjisë ka kriju një lloj pritshmërie shumë të madhe që njerëzit duhet shkruajnë si ajo që qarkullon, por shpesh pa e kuptuar.